Velipoja i bërë një pritje entuziaste kandidates për deputetet e PD në Qarkun Shkodër, Matilda Matia. Para banorëve të zonës, Matia tha se fushata e PD-s ka qenë e fokusuar tek problemet e qytetarëve. Kandidatja e PD u shpreh se me 1 maj duhet tregojmë si jemi të bashkuar se kurrë. Kena bën një fushat, një muj, tu fokusu të problemet, të tona gjana që ne kena mangët, të tona gjana që kjo qeveri na i ka hek, me të pa drejt. Mi të tona na ka hek njerëzit. Se sonte unë e di shumë mirë, po të kishim pas shumë njerëz me përshpia tona, se si do t'ishte shky lokal edhe pjesa jashtë atje. Unë e di shumë mirë se çfarë Velipoja gjeni me ba. Por për fat keq ne këta kena met, por edhe këta që jena, do të bëjmë maksimumin tonë, që me 11 maj, shkojmë të votojmë Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore, edhe t'i tregojmë që nuk na kanë poshtë, po jena më të fortë se kurrë, e më të bashkuar se kurrë. Unë sot përveç programit Partisë Demokratike, që mendoj që është një ndër pikat më të forta që Partia Demokratike ka në këtë zgjedhje, sidomos krahasu me mungesën e një programi të tillë të partisë tjetër, ne kena edhe diçka tjetër, një premtim që unë si Matilda do ta baj. Se në fundit për momentin nuk kam dorë asnjë gjë tjetër, përveç se më u thonë që te unë keni me pas derën hapur sa të jetë jeta. Kam një bindje edhe një besim shumë të fortë që kur shtëpia jeme është kaq e fortë, është kaq plot, nuk pasi me pas një rezultat tjetër për vetëtorë. Banorët i shprehin mbështetjen e tyre kandidates Matilda Matia dhe Partisë Demokratike të bindur në një fitore me 11 maj.